drejtat, përse edhe të dy partit tjera shqiptare, pra Zëmblida Demokratike dhe Aleanca, nuk do të mjaftonin se partner në koalicion. Kështu që duke respektuar edhe intencën e hartuesve të kushtetutës së Kosovës për rreth çështjes së presidentit, i cili është parapas si një pozitë e cila e ka një rol më të veçantë, rolin e një moderatori, nëse mund të them kështu, rolin e unitetit tetnor dhe nacional. Shpresoj që partitë do të ulen edhe do ta gjejnë një kandidat i cili do duhej, sipas mendimit tim, të jetë apartjak, që ka një kredibilitet, i cili mundet me e krye këtë punë qysh është më së mirë, dhe mendoj që Kosova ka kandidat të mjaftueshëm të kalibrit të tillë. Përse kjo nuk ndodhi para se të zhvilloheshin zgjedhjet e parakohshme, edhe në atë kohë kishte propozim për një kandidat apartjak, se të ndodhi pas kryezgjedhjeve, çfarë ka ndryshuar, Basri? Pyetje shumë me vend, nuk ndodhi për arsye se partitë politike, para se gjithashtu e kam fjalën këtu për partitë opozitare, interesat e ngushta partijake i vendosen para interesave shtetnore. Dhe çka ndodhi tash, ke mesazhi i elektoratit, i cili pat një abstinencë të madhe në këto zgjedhje, i cili i dënoi të gjitha partitë pa përjashtim, dhe shpresoj që partitë ta kenë kuptuar mesazhin e elektoratit, sepse edhe mos dalja në mënyrë është një mesazh shumë i qartë. Partitë e opozitës do të jenë dakord? Mendojnë që do të krijojnë pengesa apo nuk do të ketë pengesë? Do shkojmë drejt zgjedhjes së një presidenti të ri për Kosovën? Jemi sinqert, deklaratat deri me tani nuk janë shumë optimiste, po ende ka pas, nëse mund të them kështu, takime më serioze, se ende nuk janë rezultatet, dhe unë pres që këto takime të rrjedhin pas certifikimit të rezultateve. Dhe nuk kanë qenë shpresdhënëse, por shpresoj që ata do ta kuptojnë rëndësinë e momentit dhe interesat shtetërore të vendosen para interesave të ngushta. Përndryshe nuk ka kuptim. Partitë opozitare, opozitën duhet ta bojnë në parlament, opozita nuk bëhet në presidencë. Presidenca nuk mundet me qenë rimbursim për humbjet që ata i pësuan në zgjedhjet nacionale. Nuk mundesh me marrë diçka në tavolinë që nuk e ke marrë në kutinë e votimit. Dhe mendoj që tash ky kushtzimi që ose do të jem ne, ose do të ndahet qeveria me ne, ose ne do ta bojkotojmë zgjedhjen e presidentit, do ta bllokojmë shtetin, unë shpresoj shumë që nuk do të përsëriten, sepse janë paragjithasht dëmshëm për vendin, po janë edhe për partitë, sepse elektorati jemi sigurt që do të ditë të ndeshkrojë këto parti kurdo që do të kemi zgjedhjet e radhës.